Të kandidoj për president? Jo. Sepse kam fjetur me shumë gra dhe kam përdorur shumë drogë. Kush është ai burri i zgjuar që e ka bërë këtë deklaratë? Gjeni pak. Okej. Ai është George Clooney. Shikojeni pak. George Clooney ka bërë këtë deklaratë për treguar se që ti jesh një funksionar i lartë i shtetit amerikan, në këtë rast, duhet të jesh i pastër dhe të mos kesh asnjë gabim të tillë në jetë. Ndërkohë ti i dashur George ose Gjergj, në Shqipëri funksionon çik ndryshe. Në Shqipëri ai që ka fjetur me shumë gra dhe ka përdorur shumë drogë dhe mund të kandidojë për president dhe mund ta fitojë. Jo mund ta fitojë, po dhe e fiton. Se këtu në Shqipëri, këta që s'kan bërë asnjëra nga këto, që janë sjell mirë, që kanë qenë rregull me ligjin, që ja kanë qenë të ndershëm gjithë jetën, këtu nuk i dum. Këtu nuk i pëlqejmë ne këtu. Ne pëlqejmë të kundërtën. Ne kemi pak qejf të antivlerën, domethënë sa më i pis ti jesh, aq më lart të çojnë këtu. Kështu që merreni këtë deklaratë të George Clooney si një mesazh për gjithë ata politikanët e Shqipërisë.